Sot kemi nderin të jemi së bashku në këtë promovim të rëndësishëm të librit I cili për fokus ka luftën e fundit në Kosovë, të fotoreporterit danez studiusit Thomas, I cili përmes artit dhe guximit të tij profesional ka sjellë një dëshmi të gjallë të historisë sonë më të re. Ky promovim I organizuar nga Instituti I Historisë Ali Hadri në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës është një dëshmi e kujdesit tonë institucional për të ruajtur dhe prezantuar para opinionit ndërkombëtar të vërtetën për Kosovën. Me këtë rast dua të veçoj edhe bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet Institutit të Historisë Ali Hadri dhe Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës, I cili është konsoliduar përmes nënshkrimit të një memorandumit bashkëpunimit në tetor të vitit 2023. Në kuadër të këtij memorandumi, botimet e Institutit të Historisë janë dërguar në ambasadat dhe konsulatat e Republikës së Kosovës kudo që ndodhen, duke shërbyer si urë e rëndësishme për prezantimin e historisë sonë dhe të vlerave të popullit tonë para botës. Fotografitë e prezantuara në librin që sot po e promovojmë nuk janë vetëm dokumente të luftës, ato janë rrëfime që flasin me forcën e së vërtetës. Ato përqojnë dhimbjen e popullit tonë, por njëkohësisht edhe qëndresën, shpresën dhe rrugtimin drejt lirisë. Përmes këtij libri, Kosova dëshmohet para botës ashtu siç ka qenë, një popull I pafajshëm, I cili përballoi dhunën, por që nuk e humbi kurrë besimin në të ardhmen. Ky libër do të mbetet një testament për brezat që vijnë, për të mos harruar kurrë çmimin e lirisë. Edhe një herë falenderojmë autorin për përkushtimin e tij dhe për faktin se zgjodhi të qëndrojë pranë popullit tonë në momentet më të vështira. Po ashtu falenderoj Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, si dhe Konsullatën e Kosovës në Kopenhag, në veçanti konsullin zotin Valdrin Grainca për mbështetje në organizimin e këtij promovimi dhe krejt në fund një falënderim të veçantë kam për mediat të cilat sot po e përcjellin promovimin e këtij libri me kaq më rëndësi për historinë tonë. Një falënderim të veçantë kam edhe për Radio Televizionin e Kosovës, I cili është duke transmetuar drejt për drejt këtë promovim. Ju falenderoj edhe një herë gjithë ju të pranishëm që ndatë kohën e çmuar të juajën që të jeni bashkë dhe ta bëjmë sa më të rëndësishëm promovimin e këtij libri. Faleminderit edhe një herë. Në emër të Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, kam kënaqësinë t'ju përshëndes në këtë promovim të rëndësishëm të librit Kosovo at War. Ky botim është më shumë se një dëshmi dhe një përmbledhje fotografike. Është një rrëfim që dokumenton dhimbjen, qëndresën dhe shpresën e popullit të Kosovës në një kohë të vështirë për ne, pra gjatë kohës së luftës. Është një kujtesë e gjallë, një dëshmi e fuqishme për periudhën më të errët të historisë sonë të afërt. Përmes objektivit të aparatit të tij, autori na sjell para syve plagët, sakrificat, por edhe qëndresën e dinjitetin e popullit të Kosovës. Për ne si shoqëri është e domosdoshme që kjo histori të dokumentohet, të ruhet dhe të shërbejë si një mësim për brezat e ri. E pikërisht këtu arsimi merr një rol të veçantë, të edukoj të rinjët me të vërtetën historike, të mësoj atyre se paqja, liria e demokracia nuk janë të dhëna, por janë të fituara me shumë mund dhe me sakrifica. Sot kemi nderin që të promovojnë librin Kosova në luftë, Kosovo at War, dhe ekspozitën me foto të luftës në Kosovë të autorit Thomas Sjoru, një fotografi danez shumë të çmuar, profesionist dhe të pavarur, I cili ka luajtur një rol të rëndësishëm në dokumentimin vizual të luftës në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. I pranishëm në terren në Kosovë në një kohë kur qasja ndërkombëtare në zonat e luftës ishte jashtëzakonisht të kufizuar. Sjoru ishte ndër të paktët fotoreporter që arritën të regjistrojnë pamje autentike të realitetit brutal të luftës, nga spastrimi etnik dhe dhuna sistematike deri tek portretet e civileve të vrarë dhe atyre që mbjetuan përmes përvojave traumatike. Tomasi ka një përvojë prej 3 dekadash si fotoreporter, duke mbuluar zonat e luftrave në Kosovë, Ballkan, Irak, Afganistan, Afrikë, se në pjesë të ndryshme të botës.
ka njësër çmimesh dhe publikime duke përfshirë çmimin danez Fuji në kategorinë e lajmeve, publikimin Çdo gjë është e mundur në Ballkan me Thomas Kessler, si dhe njësër publikimesh të tjera. Gjatë luftës në Kosovë, Thomas Jorov u bë një dëshmitar i drejt për drejt i historisë më të re të Kosovës, që po shkruaj përmes zjarrit të armëve dhe vuajtjeve njerëzore. Në atë kohë, si shumë fotogazetarë të tjerë që vepronin në zonat e konfliktit, përpos që kryen të punën e tij profesionale, imazhet e tij të luftës në Kosovë u bën pjesë e memorjes kolektive dhe të arkivave historike. Megjithatë, në vetdijen e çdo fotografit të lajmeve ekziston një qëllim i heshtur, por i fuqishëm, që fotografitë të mos jenë thjesht pamje të një momenti, po aktor të ndryshimit, dëshmi vizuale që nxisin reflektim, përgjegjësi dhe veprim. Çështja kryesore është që imazhet e tua të bëjnë ndryshim, janë fjalët e vet Sjorup, duke përmbledhur në këtë mënyrë një ideal të përbashkët që ndajnë shumë fotoreporterë, dëshirën që puna e tyre të ketë jehon për të çastit të fotografuar në histori, në kujtesë dhe në vetdijen e ngjarjes historike. Ne të mbijetuarit e luftës së Kosovës të viteve 1998-1999 dhe gjeneratat e reja si individ dhe shoqëria e Kosovës e kemi obligim kombëtar që të kujtojmë, ruajmë, mbrojmë dhe prezantojmë memorien kolektive dhe trashëgiminë kulturore historike të gjenocidit të Serbisë ndaj popullit shqiptar në Kosovë. Për më tepër, kemi për obligim moral dhe shoqëror që të kujtojmë dhe të lutemi për më shumë se 12.000 persona të vrarë, pushkatuar apo gjymtuar në mënyrë barbare, pa asnjë faj tjetër përveç përkatësisë së tyre etnike shqiptare. Këto krime të kryera nga forcat serbe përbëjnë 10 masakra të shpërndara në të gjithë territorin e Kosovës, të shoqëruara me spastrim etnik të më shumë se 1 milion shqiptarëve të Kosovës, si pjesë e një strategjie të menduar genocidiale nga shteti serb, e cila përfshinte edhe përpjekje për të fshehur gjurmët e krimeve përmes varrezave masive, djegjes së kufomave, zhvalosjes së tyre dhe zhvendosjes në lokacione të ndryshme brenda Serbisë, siç ishte rasti i njohur në Bajtanis në periferitë e Beogradit. Në këtë kuadër është me rëndësi që të përkrahin botime sikur se ky sot, që promovojnë dhe shënojnë këtë periudhë të historisë sonë, duke përfshirë në të ardhmen në një themelimin e një muzeu të veçantë të gjenocidit në Kosovë. Kontributi i Thomas Sjorup në arkivën historike vizuale të Kosovës është shumë i rëndësishëm. Aspirata që fotografia të mos shërbej vetëm për të informuar, por edhe për të transformuar, qëndron në zemrat e punës së Thomas Sjorup në Kosovë. Imazhet që ai krijoi nuk ishin vetëm regjistrimit të realitetit, por një përpjekje për të prezantuar të vërtetën në një kohë kur ajo rrezikoi nga propaganda armiqësore, heshtja dhe çrënjosja e identitetit shqiptar në Kosovë. Ai ka ofruar jo vetëm një pasqyrë të realitetit historik, por ka ndihmuar në formësimin e kujtesës kolektive botërore për luftën në Kosovë. Ju falenderoj. It's a profound privilege to stand with you today in the National Library in Kosovo, the place of safeguards of memories and culture of a nation that had endured and triumphed. First, let me express my heartfelt thanks to the Ali Hadri Institute of History and the Ministry of Foreign Affairs and the Diaspora Department for organizing this event and for welcoming the story of Kosovo at war into such an esteemed setting. This book is a result of years of work and reflection. My hope is that Kosovo at War is more than a collection of photographs. I hope it's a testimony and a visual record of courage, loss, and resilience. Each image tells a story of ordinary people caught in extraordinary times. When I first arrived in Kosovo during the conflict, I witnessed scenes of unimaginable hardship. But I also witnessed hope and dignity, and the unbreakable spirit of the people of Kosovo, who welcomed me into their lives. These photographs aim to honor that spirit and preserve it for generations to come.
Also, I'm deeply honored and moved and humbled to have received the Presidential Medal of Merit earlier this year from Her Excellency, the President of Kosovo. This recognition is not mine alone. It belongs to every Kosovar who opened their home and their hearts and told me their stories. And let me come to their home with my camera. Without their trust, Kosovo at war could not exist. There would be only records of silence. Today, as we celebrate the publication of Kosovo at War, I hope this book serves not only as a reminder of the past, but also a bridge to understanding and peace. May it inspire dialogue, empathy, and collective commitment to ensure that such suffering is never repeated. I would also like to use this opportunity to thank some people who made my work possible. So from my heart, a big thank you to Mimosa and to Laura, who went through so much to help me make these historical documents and to help people of Kosovo. And thank you for your courage and your hospitality and your friendship. Fernandes, thank you very much. Thank you. Thank you very much. Gjithashtu janë edhe dy botimet, njëra është për gjenocidin serb, më thonë gjatë shekullit 19-20, dhe njëra është për 25 vjetorin e çlirimit, besoj janë me interes për autorët, edhe pse janë gjurë shqiptare. Thank you. It's for you. Thank you. Thank you very much.